dhe jam e mrekulluar me mënyrën se si Perëndia ka lejuar që në këto kohë që po jetojmë, Perëndia ka lejuar që teknologjia të përparojë dhe që tani shtetet dhe të gjithë njerëzit që jetojnë në çdo cep të botës të kenë mundësinë të dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Të kenë po ashtu mundësinë të këndojnë Zotit. Kjo është diçka e mrekullueshme që ne kurrë nuk e patëm parasysh, kurrë nuk menduam apo imagjinuam se gjërat do të ndodhin në këtë mënyrë. Dhe sot shumë njerëz u ngjillëzohen nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet internetit, shumë njerëz dëgjojnë fjalën e Zotit dhe shohim të përmbushur po ashtu urdhrin që Zoti Jezu Krisht u dha apostujve të tij kur u tha: shkoni në mbar botën dhe predikoni. Por Zoti nuk deshe të thoshte dishepujve të tij atë që do të ndodhte në këtë kohë, sepse me siguri ata do të thoshin Zoti po flet marrëzira. Por sot realisht bota do të ungjillëzohet në këtë mënyrë nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet internetit. Bota do të ungjillëzohet dhe askush nuk do të ketë më justifikimin para Zotit të thotë mua askush nuk më predikoi, askush nuk më foli për Zotin, askush nuk më mësoi, sepse fjala e Perëndisë është aty. Aty shfaqja e tij janë të gjitha dëshmitë dhe gjithçka që ne bëjmë brenda mundësive tona njerëzore, Perëndia do të na e bëj mbar dhe Perëndia do të mbështesë gjithçka. Kështu që kjo është puna që ne kemi në të tashmen dhe në të ardhmen, për brezat e ardhshëm ka shumë punë për të vazhduar ungjillëzimin e botës, për t'i folur botës se Perëndia ekziston, sepse është shumë e trisht që në shumë vende nuk përmendet fjala Perëndia. Ata nuk e njohin Perëndin, nuk kanë dëgjuar të flitet për Perëndin. Por gjëja e bukur është që kur Fryma e Shenjtë u ka folur këtyre njerëzve që kurrë nuk u kishin mësuar se Perëndia ekzistonte, Fryma e Shenjtë u flet dhe gjëja e mrekullueshme është se si ata njerëz binden, besojnë dhe thonë po, me të vërtet ekziston një qenie supreme, një qenie superiore. E falenderojmë atë Perëndi të fuqishëm, Perëndinë e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Ky është Perëndia që ne ndjekim, lavdi mbretit ton. Un kam dëshmi, por duke qenë se janë dëshmi personale, ndonjëherë përmbahem që t'i tregoj. Por mirë, do të tregoj pak nga dëshmia ime, duke marrë parasysh se do të më dëgjojnë në botë, duke marrë parasysh se do të më dëgjojnë në gjithë botën. Në rrjetet sociale tregojnë se në 128 vende dëgjojnë muzikën e himneve dhe koreve të kishës sonë. Lavdi Zotit. Por më kujtohet që rreth pak a shumë 45 vjet më parë, Fryma e Shenjtë më thoshte: për shkak të zërit tënd, shumë njerëz do të kthehen tek unë dhe shumë do të vinë në kishë kur të dëgjojnë zërin tënd. Dhe unë i thoja: Zot, po unë nuk jam këngëtare profesioniste. Unë fillova të këndoja, më kujtohet se unë fillova të këndoja që në moshën 4 vjeçare, të gjithë muzikën që dëgjoja në radio këndoja, gjithçka që dëgjoja në radio e mësoja përmendesh dhe e këndoja me gjithë zërin tim. Këndoja me zë të lartë. Por unë nuk isha këngëtare profesioniste, kur nuk isha marrë mësime kantoje, por kur unë erdha në kishë, kur njoha kishën e Zotit, më pëlqente shumë të këndoja himnet, koret, dhe i mësova të gjithë përmendesh, mësova përmendesh shumë kore, sepse në atë kohë kisha kujtesë të mirë, dhe kur dëgjoja një korë për herë të parë, menjëherë më mbetej në mendje muzika, melodia dhe teksti. Dhe unë i këndoja shumë Zotit. Dhe pastaj fillova të përgatitesha, të mësoja të lexoja partiturat, të kuptoja pentagramin, sepse duhej t'i këndoja Perëndisë. Fillova të merrja mësime për filharmonikën, kjo ishte gjëja e parë, dhe kështu ju përkushtova këtyre gjërave me gjithë zemër për Zotin, për Perëndin, dhe ishte atëherë kur Zoti më thoshte se nga zëri im shumë njerëz do të vinin në kishë dhe do të ktheheshin tek ai, dhe unë dëgjova dëshmitë e para lidhur me këtë
rreth 5 apo 10 vjet pas asaj profecie. Unë udhtova në Panama dhe motrat e kishës son atje më thoshin, e dini pse jam këtu në kishë, në këtë kishë, sepse unë isha fshqinje në vendin ku ju mblidheshit në kishë. Pra në vendin ku vëllezërit e Panamas mblidheshin dhe këndonin koret, himnet, dhe thoshin unë i dëgjoja ato dhe më pëlqenin shumë dhe për këtë arsye jam këtu në kishë. Shumë njerëz më thoshin këtë, unë jam në kishë, nga dëgjimi i koreve, i himneve, nga dëgjimi i tyre erdha në kishë. Dhe unë mendova me vete, u përmbush ajo që Perëndia më tha, ajo që ai më premtoi u përmbush, por tani them po përmbushet ende. Ende po përmbushet sepse për mua është një kënaqësi e madhe të di se në 128 vende dëgjojnë koret dhe himnet e kishës son. Dhe unë e di që kjo është gjithashtu një mënyrë për të ungjillëzuar, sepse shumë njerëz, siç tha Perëndia, do të ktheheshin tek ai në këtë mënyrë dhe unë e di që kështu është, që ata do të kthehen tek Zoti, prandaj them se teknologjia, përparimet teknologjike, kur përdoren mirë, sjellin gjëra të mira, sepse çdo gjë duhet ditur se si të përdoret. Ta përdorësh mirë, ta përdorësh për Perëndin, jo për të keqen, por për të mirën. Perëndia ka lejuar çdo gjë që fjala e tij të predikohet në gjithë botën dhe shumë njerëz, jam e sigurt që shumë njerëz do të dëgjojnë himnet dhe do të duan të shkojnë në kishë sepse mesazhet që përcjellin himnet janë shumë të bukura, janë fjalë ungjillëzuese që këndohen dhe ashtu siç tha Perëndia që shumë do të ktheheshin tek ai, kështu do të jetë. I jap lavdin dhe nderin Perëndisë son për këto gjëra dhe ndihem krenare që e kam njohur të Perëndi të vërtet. Ndihem krenare që kam ardhur në këtë vend ku Perëndia shfaqet, ku Perëndia na flet, premton dhe përmbush lavdi Zotit.